Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka reaguar me dyshime dhe kritika të forta ndaj shpalljes së një armëpushimi të përkohshëm nga presidenti rus Vladimir Putin, të cilin e cilësoi si një tjetër përpjekje manipulimi nga ana e Kremlinit. Sipas njoftimit zyrtar nga Moska, pauza e luftimeve do të nisë më 8 maj dhe do të zgjasë deri më 10 maj për të përkuar me përkujtimin e ditës së fitores në luftën e dytë botërore. Por Zelensky shprehet se kjo është një përpjekje për të siguruar qetësi gjatë paradës ushtarake që zhvillohet çdo vit në Rusi, ndërkohë që luftimet mund të rinisin menjëherë më pas. Ne nuk kemi kërkuar kurrë këtë luftë, por jemi të gatshëm për paqe, paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme, jo shfaqje për botën, tha ai në një postim në Telegram. Duke akuzuar Rusinë për manipulim të vazhdueshëm të opinionit ndërkombëtar dhe për përpjekje për të mashtruar aleatët perëndimor, Zelensky theksoi se ndalimi i përkohshëm i luftimeve nuk mjafton. Ai bëri thirrje për një armëpushim real, të menjëhershëm dhe pa kushte, që të zgjasë të paktën një muaj, duke vënë në plan të parë jetën e njerëzve dhe jo interesat ceremoniale të Kremlinit.